të lidit do marrë kohën edhe time për të folur, thjesht, kur bëhet manipulimi i kutisë, nuk e bën vetëm numëruesi i Partisë Demokratike. E bën dhe numëruesi i Partisë Social-Demokrate, e bën dhe numëruesi i Partisë Socialiste, që janë në të njëjtën tavolinë. Po. Sepse edhe ai me mosveprimin e vet, që nuk e shikon dhe nuk bën si nuk e shikon dhe thotë, unë e ndroj këtë votën dhe ta ndroj dhe unë dhe bijem dakord, merren vesh me sy ose me vesh. Kupton? Ose me një marrëveshje e cila mund të jetë bërë paraprakisht nëse hipotetikisht po flasim. Nëse ka një gjë të mirë në rinumërimi është që do nxirren disa mësime. Disa mësime dhe disa do ta psojnë që mos përsëritet. Mendoni që do shkoj deri aty? Unë mendoj që gjithë sistemi të shkojë drejt depolitizimit. Më mirë të shkojë drejt votimit dhe numërimit elektronik për të shmangur këto trafikimet e tmerrshme që u ndodhin, sepse edhe një vot sikur ata të trafikojnë, ai është një vullnet i një qytetari që ndoshta nuk e ka ngritur kokën 4 vite, shkon atë ditë dhe thotë unë do t'i jap të lidhit se më përfaqëson atë ditë. Dhe është një dëm i madh që i bëhet në dinjitetin e tij, qoftë edhe një vot. Këta njerëz nuk duhet ta cënojnë votën. Dhe kjo duhet të jetë parimi. Pastaj nëse partitë bien dakord për të futur duart në kuti, pse mos t'i fuzin duart dhe para kutisë dhe gjatë gjithë vitit, e kupton, nuk s'ke çfarë bën. Edhe para fushat, se ne kemi pasur edhe një para fushat për te i fushatës. Nuk e ndalon dot, sepse duhet ndaloj diku që ajo pastaj të bëhet parim për të gjitha gjërat e tjera. Duhet ketë masa. Zoti Teliti besoj për t'i kthyer një përgjigje Migenit, ndoshta për ta riformuluar deklaratën e tij në formë pyetje ishte që Partia Demokratike duhet ta shohë tjetër edhe te vetja e saj fajin që humbi zgjedhjet për te faktit që sipas asaj çfarë thoni ju, Partia Socialiste ka ndërhyrë në procesin e votimit. Për nisa kjo fundit, a duhet për doja të përmirësoj vetëm? Patjetër që po, kush është perfekt, absolutisht. A kemi ne gabimet tona, sa duhesh kemi. Pa kanë kushtëzuar to realisht rezultatin e zgjedhjeve, nuk është kjo. Gjithsesi, duhet të fokusojmë, duhet të kemi qartë diçka, pra nëse bëhet thjesht debati të 2 orë, do bëhet thjesht merr PD ose merr PD mandatin e 14 është një çështje. Është një çështje, nuk po bëjmë debatu, paktën bëjmë debatu vetëm për një mandat. U mori më pak apo mori më shumë. Tu debati që duhet bërë është, ora, ka zgjedhje tu, apo s'ka me standarde, paktën si Konsilli i Kosovës. Se do të kemi diçka parasysh, neve këtu duke bërë të varianti pra mandati 14 merret apo s'merret në kutin në gjatë rinumërimit, neve zhveshim atë pjesën psikologjike të pjesës së votimit. Votimi nuk është një moment. Votimi është një proces. Një individ, Doriani apo Greta, kur derisa të shkojë në kutinë e votimit, ka bërë një reflektim veten e vet, ka bërë analizë kështu me radhë. Po është ndikuar nga disa faktorë. A ka qenë Greta ndikuar nga faktori jo ligjor në vendimarrjen e saj për të marrë vendimin se do votoj? Në rast se po, zgjedhjet nuk janë të lira ndershme. Në rast se Greta ka shkuar atje, po marr Greta e Shqipërisë, po marr 2 milionë shqiptarë që kanë shkuar të votojnë. Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë. Se neve duke marrë të procesin thjesht si dita e votimit, ai 2 metosh, jo nuk është ky procesi i votimit. Ai është procesi fizik, shkot hidhet fleta votimit e kutia. Finali, produkti i gjithës. Por produkti për të arritur deri atje është muaj punë që janë kryer nga partitë politike. Dhe kemi rastin e mazhorancës, ata janë pushtet, nuk kemi ne s'kemi instrumenta. Në bashkimin më të rëndësishme që kemi është Bashkia e Kavajës, që në nivelin e 5 shkallëve që janë në 5 shkallët e bashkive është niveli 3. As 2 as i pari. Pra gjithë pushteti qendror, ekzekutiv, lokal, ekzekutiv, kështu më radhë, është i tërë i përqendruar në duart e bashkërancës socialiste. Po kush janë 3 aktorët që kanë rol në zgjedhje? Ka komisioneri qendror të zgjedhjeve, ka qeverisja qendrore me agjentet civile, policisë, kështu më radhë, ka dhe bashkitë pastaj për vendodhjen e qendrat votimit e tjera me radhë. A dini ju që ka pas raste që qendra votimit është vendosur mund gjitur me lokalit të fortit. Lokalit të fortit. Tash u dam qytetari thjesht. Çka kujton se njerëzit nuk kanë frikë? Çka kujton se njerëzit nuk e njohin një fshat të caktuar për një zonë rurale sikur është i fortit zonës? Do vim drejt. Do vim se si dilet. Po të analizojmë situatën një herë. Përgjithsisht i dim të gjitha. S'të ndërhyj, lutem, se nuk do kuptojmë ndoshta për publikun pastaj. Jo i dim. Jo, nëse ke për një përgjigje sepse kjo është tavolinë rrumbullake, ti kthem përgjigje. Edhe me kohën që duhet. Do t'i themi këto gjëra. Do t'i themi këto gjëra. A kemi ne pastaj për të përmirësuar veten tonë? Absolutisht po, po ta them. Si dilet nga ky problematik, thotë ai, dakor, ai nuk e mohon. T'ia bëjmë me dije publike problematike që kemi. Po. Se nëse zonë nderuar ti në periferitë të Tiranës, qendra votimit është marrë mund me lokalin të fortë, dhe ai të fortë e njohë gjithë lagja. Po çfarë kujtoni ju sepse votuesi? Po vetëm e madhe, aty të kanë marrë vota dhe të voglat, që do të thotë
Qa kuptimi ka të rikuperosh ti sistemin, Do flasësh ti apo se për shembull folti do vazhdo. Rama nuk ka marrë vota dhe për Ata mbarojnë apo? Ta mbarojnë identime. Ke 1 milion vota distancë, më Po kupton. lejmë të analizat dhe më 500.000 vota distancë. Lejmë të 700.000. Po ç'a do bësh? Por edhe milion 700 po të përdoren fordat dhe administrata. Ti besoj që ka pasur zgjedhje të lira ndesh me Por Shqipërinë. qasja ime nuk është Qasja jote e parë do të gjosh, do respektoj. Qasja ime është që kjo është vetvrasje, më kupton, ti e mpin publikun dhe ke thënë që ne sfitojmë kur. Po kush tha atë? Kur përmend ka shumë gjëra, kjo është fataliste, më kupton. Jo, do themi realitetin. Por realiteti është që lista s'ta dha, kryetari s'ta dha. Domethënë kjo është realiteti tani. Do themi edhe zgjidhjen pas mbrapa. Do themi edhe zgjidhja, do zgjidhin ti. Po duroj njëri, duroj çka? Pse nxituar, kemi duar kohë. Mos u nxito. Publiku do që të qartësohet. Jepi mundësi publikut, mos bëjmë kakofoni. Po publiku ka votuar, sa të qartësohet më. Të vazhdoj. Tani mos kemi votuar unë dhe ti ndoshta të lirë. Po të tjerë ka pas plot që nuk kanë votuar të lirë. Nëse i vinë në studio dhe themi marrim kurajën para publikut, të themi që gjithë shqiptarët kanë votuar të lirë në këtë vend që ne i dimë se çfarë ka ndodhur, kjo pastaj në rastin më të pakët është naivitet. Naivitet. Në rastin më të tjetër pastaj vlerësoj vetë. Ti rikthem asaj që po thosha pak më parë nderuar Greta. Pra procesi i votimit, ndoshta procesi është disa mujor. E bërë që ajo frika që krijohet, presioni administratës publike, presioni aseteve, presioni bandave, gjërave, kanë pasur ndikim dhe në shqiptarët dhe në Ballkanat së fundit. E kemi dhe atë që ka njerëz, edhe njohin, të cilët shkojnë edhe pas atij që është fituesi i projektuar. Dhe kur përdoren gjithë instrumentet antiligjore për të projektuar një fitues ende pa u votuar, do siguroj që ka njerëz që edhe ndikojnë, pra janë shumë elementë që ndikojnë në këtë skemë. Kjo është e qartë në retorikën tuaj. Zgjedhja tani problematika cila është? Ne si opozit, kur dalim në zgjedhje, kemi dalë me 3 elementë. Leadership, ekip dhe program. Thuaj çfarë duash ti, mund të kesh mangësira, mund të kesh gjëra, Si gjitha subjektet politike. Majoranca nuk ka dalë me leadership, ekip dhe program. Majoranca ka dalë me leadershipin e vet, ka dalë me ekipin e vet, doli me një program të kopjuar pas mbrapa, po doli edhe me bandat, doli edhe me të fortë, doli me administratën, doli me milionat e qindra milion euro e paras publike që janë parat e tonat, edhe të opozitarët dhe qytetarët e thjeshtë. Pra nuk hyn të barabartë. Në moment që syn barabartë, ka vetëm 2 zgjedhje pastaj. Ose neve, si thotë edhe zotëria, dhe çfarë do bëni juve? Çfarë do bëni? Shkojmë dhe ne bëjmë zgjidhja cila është, do bëjmë dhe ne pakt me bandat. Jo, po ju pyet me gjeni, ju pyet çdo qytetar do ja bëj. Si Do ta rikthejmë pyetjen mbrapsh. Ne jemi në këtë situatë. Kemi përballë disa banda të ndryshme. Shkon në Shkodër ke banda, shkon në Vlorë ke banda, shkon në Fier ke banda, shkon në Vorë ke banda, shkon në Berat, shkon kudo ke banda. Shkon Durrës ke banda. Ti duke më thënë që s'do vish asnjë pushtet tani. Këtë duke më thënë. Jo, se shiko. Po këtë pra, shiko se unë kam bërë debate dhe kemi qërtu edhe me